Faleminderit, mirë se keni ardhur gjithë. Do doja që ta filloja fjalën time me një kujtesë të një miku të veçantë të shqiptarëve që u nda nga jeta pak ditë më parë, Elliot Engel, veprën e të cilit besoj që duhet ta përshëndesim gjithë me një dorë trokitje të madhe. Jo pa shkak e kujtova kongresmenin e shqiptarëve, si quhen Elliot Engel, në Kongresin Amerikan për shumë vite me radhë, sepse mendoj që Engel ishte një shembull, edhe pse nuk ishte shqiptar, por bëri atë që një shqiptar do ta kishte bërë nëse do ta kishim një kongresmen. Kryetari i Kuvendit përmendi faktin se në këto zgjedhje të radhës amerikane, vetëm në shtetin e Michiganit konkurojnë për Kongresin Amerikan 3 shqiptarë në primaret e partive tyre dhe shpresoj deri në fund edhe në fund garës. Dhe ky është një arritje e madhe jona, duke shpresuar që do të kemi një kongresmen shqiptar në Kongresin Amerikan dhe pse jo ndoshta më vonë edhe një senator. Ndërkohë që në këtë sallë të zbukuruar sot kemi një numër të konsiderueshëm shqiptarësh të cilët janë të zgjedhur në pushtetin vendor apo dhe në parlamente të vendeve ku shqiptarët jetojnë, në 35 prej tyre që sot janë përfaqësuara në këtë samit. Shoh Ervin Ramaliun, i zgjedhur vendor, i cili mban edhe shiritin e nderit me flamurin italian dhe poshtë ka edhe kravatën me flamurin shqiptar. Ço ta shohim çika të mos e mbaj fshehur flamurin. Tregoje e përmenda sepse kam qenë dhe kam vizituar atje. Është një shembull i mirë se si një shqiptar i zgjedhur në një organ të pushtetit vendor në një prej komunave të Italisë Veriut, është edhe si një pikë reference për gjithë shqiptarët që kanë një hall apo një problem në atë zonë. Ky duhet të jetë modeli ynë, se si ne arrim të krijojmë një rrjet të gjithë shqiptarëve të zgjedhur kudo në botë, të cilët përveç punëve të përditshme që lidhen me detyrën që kanë, duhet mendojnë se çfarë bën gjatë asaj dite për Shqipërinë, për Kosovën, për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të Malit të Zi apo të Luginës Preshevës. Sepse kjo është modeli që në fakt nuk po e shpikim ne. Vende tjera që nuk dua t'i përmend e kanë diasporën e tyre avokatin më të mirë dhe më të madh të çështjeve tyre kombëtare. Dhe mendoj që nga ky samit i 4 diasporës, një prej gjërave që duhet ta mendojmë për samitin e 5 dhe kohë kemi boll deri atëherë, të krijojmë edhe rrjetet tona të zgjedhurve, të deputetëve, pra antarëve të parlamenteve, por dhe të antarëve të grupeve të këshilltarëve në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. Janë dy organizime të cilat do të na bënin më mirë për të qenë më të sinkronizuar me njëri tjetrin. Shoh këtu një prej miqve tanë, Shuaipin, i zgjedhur në parlamentin e Serbisë. Unë e di shumë mirë se sa e vështirë ka qenë gara herën e fundit, apo jo Shuaip. Dhe një prej arsyeve është që ne shqiptarët nganjëherë nuk dim të kuptojmë që kur vjen puna për çështje kombëtare duhet të bëhemi bashkë. Do të kishte qenë më e thjeshtë për Shuaipin nëse do të ishte vetëm një kandidat shqiptar, po pastaj kur filluam të ndahemi, gara na u bë më e vështirë se sa duhet. Edhe pse e dinin gjithë se i vetmi që mund zgjidhej ishte vetëm Shuaipi, apo e kam gabim. Dhe prandaj mendoj që ka ardhur koha që të mendojmë edhe në këto vendet e tjera ku garojmë. Muharrem Saliu kandidoi për Parlamentin Evropian. Nëse shqiptarët e 4
rajoneve të Italisë do të ishin bërë bashkë më mirë se sa u bën, ne do të kishim një antar të Parlamentit Evropian. Por nuk ja arritëm dot, sepse nuk u bashkuam dot aq sa duhet. Edhe prandaj duhet kujtojmë gjithmonë atë mësimin e Skënderbeut se bashkimi bën fuqi. E prandaj mesazhi i këtyre samiteve të një pasqyrshme diasporës son është për të bërë bashkë. Në fund, padyshim që duhet them dhe diçka sa i përket pjesës së përfaqësimit të diasporës në Shqipëri. Zgjedhjet e fundit ishin një fitore e madhe e demokracisë son, e cila ishte e cunguar për 35 vite me radhë, sa kohë që ata që janë motori i ekonomisë son prej shumë vitesh, diaspora, nuk merrnin dot pjesë në zgjedhje. Koha ishte e shkurtër ndoshta nga fundi korrikut të 2024-s deri kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri gati gjithë infrastrukturën, por e vërteta është që më shumë se 300.000 shqiptarë në diasporë shfaqën interes për të bërë pjesë e zgjedhjeve, 248.000 prej tyre u regjistruan, e plot 202.000 prej tyre e dërguan zarfin me fletën e tyre të votimit. Rezultati i zgjedhjeve ishte i rëndësishëm, po më e rëndësishme ishte fakti se shqiptarët në diasporë votuan. Në 2029, kur shqiptarët e diasporës do duhet votojnë përsëri për parlamentin shqiptar, kemi kohë mjaftueshmërisht për të përgatitur, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të lejuar më shumë kohë. Dhe natyrshëm që partitë politike duhet i japin më shumë hapësirë përfaqësimit të diasporës. Unë jam shumë krenar si pjesë e shumicës parlamentare që brenda në grupin tim parlamentar të kem prej atyre që erdhën nga diaspora, konkuruan dhe fituan dhe janë antar të Parlamentit të Shqipërisë. Por më shumë duhen përfaqësues nga diaspora në kuvendin e Shqipërisë, sigurisht se më shumë shqiptar duhet t'i mbështesim kudo që ata jetojnë, të jenë përfaqësues të vendeve ku jetojnë, por dhe përfaqësues të Shqipërisë dhe çështjeve tona kombëtare. Besoj që këto dy orientime dhe këto dy drejtime kryesore duhet i kemi pjesë të një qasje të re për më shumë përfaqësim të shqiptarëve kudo që ata jetojnë. Rrofsh Shqipëria, rrofshin shqiptarët kudo që jetojnë. Faleminderit.